Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Aktori i famshëm i bën apel Gjestit, i jepi dorën dhe uroi Pashkët vëllait tënd. Gjesti u shpall fituesi i edicionit të 4 dhe pas mbylljes së këtij edicioni, reagimet e fansave dhe të personazheve të njohur kanë qenë të shumta. Një nga ato reagime ka ardhur nga aktori i njohur Çun Lajçi, i cili ka mbështetur këngëtarin Pejan gjatë gjithë rrugëtimit të tij në show. Në një postim të tij në rrjetet sociale, aktori i njohur ka uruar të gjithë besimtarët për Pashkët dhe ka bërë një thirrje publike për pajtim mes Gjestit dhe Josefin Markut, duke u referuar konflikteve të mëparshme mes tyre. Aktori ka kërkuar që Gjesti, tani që ka fituar çmimin e madh, të shtrih dorën e pajtimit ndaj Jozit dhe të falë çdo keqkuptim të ndodhur mes tyre.